Shikues të ABC News, ju përshëndes, jemi së bashku në Breaking News, nisim me lajmet. Një sulm me armë zjarri ka ndodhur gjatë orëve të para të ditës së sotme drejt një godine të një biznesi, bëhet fjalë për CFO Farmën. Ne do të jemi në këto momente me kolegun Ervin Leka për të mësuar më tepër detaje rreth kësaj ngjarje. Ervin. Të përshëndes Ervin, atëherë na trego pak kur ka ndodhur eksaktësisht sipas njoftimit të policisë sulmi me armë ndaj godinës së CFO Farmës dhe çfarë dyshon policia për këtë ngjarje? Ju përshëndes, në fakt sulmi me armë ka ndodhur të paktën sipas të dhënave që ka mbledhur policia rreth orës 2 të mëngjesit të sotëm, pra në të gdhirë të ditës së sotme, ku nga një automjet në lëvizje sipër është qelluar me drejtim të CFO Farmës godinës që ndodhet pas krave të mi, siç mund ta shikoni edhe nga këto pamje, me së paku mbi 20 plumba Kallashnikovi dhe më pas janë larguar ende në drejtim të paditur, pasi policia nuk e ka një autor të dyshuar të paktën deri në këto momente. Ndërkohë, megjithatë, sipas njoftimit që është bërë nga ana e policisë së Tiranës, njoftimi në sallën operative të policisë së Tiranës ka ndodhur rreth orës 8 të mëngjesit, ku është telefonuar salla operative duke njoftuar se ka pasur një sulm me armë ndaj këtij biznesi, ndaj fasadës së kësaj ndërtese të CFO Farma, siç mund ta shikoni nga këto pamje, ku janë edhe gjurmët dhe shenjat që kanë lënë plumbat në drejtim të fasadës së xhamit, disa fasada të thyera ku fatmirësisht nuk ka pasur ende persona të lënduar të paktën sipas policisë, pavarësisht se ky godin ruhej nga rojet e sigurisë. Megjithatë ende nuk dihet se pse është bërë me kaq vonesë, mund të themi, edhe njoftimi në policinë e shtetit. Sigurisht po hetohet, janë marrë në pyetje edhe pronarët e këtij biznesi, pra të CFO Farma, për sa i përket konflikteve që mund të kenë pasur dhe çka mund të kenë sjell edhe sulmin me armë, pasi janë mbi 20 gëzhoja plumbash që janë gjetur në dhënima plumbash që janë gjetur në ambientet e jashtme të këtij biznesi, pra të CFO Farma, ndërsa siç mund ta shikoni në të gjithë godinën, thuajse në të gjithë godinën ka vrima plumbash, çka do të thotë se qëllimi ndaj saj është bërë në ecje e sipër nga një automjet me breshëri Kallashnikovi, ku fatmirësisht nuk pati persona të lënduar. Po, sa roje siguri ka patur gjatë natës? Të paktën kanë qenë 2 prej rojeve të sigurisë, të paktën këto janë informacionet paraprake, por megjithatë sigurisht do të bëhet edhe një bilanc nga ana e policisë, por edhe pas hapjes së kamerave të sigurisë për të identifikuar automjetin me të cilën pra është përdorur nga ana autorëve për qelluar, por edhe dëshmit, deklaratat pra e personave punonjësve të sigurisë të ambienteve të CFO Farmës për të bërë edhe një rezume apo edhe një dinamik të plot të kësaj ngjarje, ku pati vetëm dëme materiale. Po, ndërkaq, vetë rojet e sigurisë kanë mundur të shquajnë qoftë automjetin, a janë marrë ata në pyetje? Pikërisht, në deklaratat paraprake kanë thënë se është qelluar, kanë dëgjuar vetëm të shtënat për shkak se ambientet e rojeve të sigurisë janë brenda ambienteve, brenda oborrit të godinës së CFO Farma dhe është një mur rrethues dhe si duket atyre nuk ka lejuar që të shikojnë automjetin me të cilën është qelluar në drejtim të godinës së CFO Farma, por kanë dëgjuar të shtënat pasi ka pasur breshëri të madhe të shtënave me automatik, me një armë automatike, pra që dyshohet të jetë Kallasnikov, dhe në këtë moment kanë njoftuar edhe pronarët e biznesit, pra pronarët e CFO Farma, të cilët si duket pasi kanë ardhur në këtë ambiente për të parë dëmin se çfarë është shkaktuar në biznesin e tyre, orëve të para të mëngjesit, pra rreth orës 8 kanë njoftuar edhe policinë e shtetit, ku vijojnë të kryhen edhe matjet, por edhe hapja kamerave të sigurisë, sigurisht marrja e dëshmive si të rojeve të sigurisë, por edhe pronarëve, çka mund të sjellë ndonjë autor të dyshuar apo edhe shkaqet se pse është bërë ky sulm me të paktën 20 plumba në drejtim të CFO Farma. Mirë, Ervin. Të falenderoj për këtë raportim dhe informacion që përsolle. Kryeministri Edi Rama tha se TikToku në vendin tonë do të mbyllet brenda 15 ditësh, ndërsa do të vazhdoj dialogu me kompaninë kineze për vendosjen e filtrave që mbrojnë të rinj në këtë rrjet social. Rama komentoi edhe protestën që thirri Berisha të shtunën. TikTok do të mbyllet plotësisht në Shqipëri brenda 15 ditësh. Kryeministri Edi Rama së bashku me zëvendës kryeministren Belinda Balloku u takuan me mësues në qytetin e Lushnjës, ku theksuan rëndësinë e një plani konkret për vendosjen e filtrave për këtë platformë në bashkëpunim edhe me kompaninë. Mbyllja ka filluar, teknikisht nuk është si mbyllje dritash, nuk është si shkëputje e energjisë që bën blackout,
Mbyllja ka filluar, ditë pas dite gryka e TikTokut do ngushtohet dhe në një periudhë prej 10-15 ditësh normalisht do duhet të jetë blackout. Një koment Rama e kishte edhe për protestën e thirrur nga Berisha të shtunën, i cili u braktis nga të rinjt edhe pas ftesës për bojkot të mësimit. Nuk vjen dot njeri të thot do mbyll spakun, do hap do të çliroj TikTokun, do kupton se si mund të thot një forcë politike na jepni votën të çlirojmë TikTokun. Si mund të rasi një forcë politike kalamajt në protest, ti thot mos shkoni në shkollë, ju hajde në protest. Këto janë gjëra që janë shenja të mjaftueshme për të kuptuar që këtu nuk është lojë. Nuk është tifozliku. Gjatë qëndrimit në qarkun e Fierit, kryeministri Edi Rama së bashku me zëvendës kryeministrën, njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, vizituan edhe një fermë në Divjak. Kreu i qeverisë theksoi se antarësimi në Bashkimin Evropian do të sigurojë 300 milion euro në vit për bujqësinë. Ai bëri apel që fermerët të bashkohen si një mundësi më shumë për të përfituar investime. Haga nuk i jep leje ish presidentit Kosovës të marrë pjesë në varrimin e të atit, pavarësisht se korniza ligjore u mundëson të paraburgosurve të lënë qelin për raste të tilla. Vendimi ka irrituar veteranët e UÇK-s, ata e konsiderojnë shkelje flagrante të drejtave të njerëzit dhe poshtërim të luftës së tyre për liri. Veteranët i bëjnë thirrje ndërkombëtarëve të reagojnë vendimin e specialis, kryeministri Rama e quan një akt turpi. Gjykata speciale nuk e ka lejuar ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi që të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të babait të tij. Edhe pse korniza ligjore e dhomave të specializuara të Kosovës u mundson personave të paraburgosur që të bëjnë kërkesa gjyqtarëve kompetent për arsye detyruese humanitare, nuk është fare arsyeshme nga gjyqtarët që ta lejojnë Thaçin ta lërë përkohësisht qelin e tij për një rast aq të rëndë sa ç'është edhe vdekja e tatit. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës tha se ky vendim është një shkelje flagrante të drejtave themelore të njerëzit dhe bie ndesh me vlerat universale të humanizmit dhe drejtësisë. Të ndalosh një bir që t'i jap nderimin e fundit babait të tij është një akt i dhimbshëm që cënon dinjitetin dhe ndjenjat më të thella njerëzore, thuhet në reagim. Sipas kësaj organizate, ky është një akt i qëllimshëm që ka për synim të poshtrojë dhe degradojë jo vetëm familjen e Hashim Thaçit, por të gjithë luftëtarët dhe vlerat për të cilat ata luftuan. Mëtej në reagim thuhet se kjo është një shenjë hakmarrje, por mungesën e provave për inkriminimin dhe dënimin e drejtuesve të UÇK-s. Ata i bën thirrje institucioneve ndërkombëtare dhe faktorit politik në Shqipëri dhe Kosovë që të reagojnë ndaj kësaj shkelje të rëndë. Vendimin e speciales kryeministri Edi Rama e cilësoi të turpshëm. Ai tha se kjo gjykatë ka kthyer drejtsinë ndërkombëtare në shaka dhe të drejtat demokratike në fjalë boshe. Haxhi Thaçi do të përcjellet në banesën e fundit në orën 15 të datës 18 mars. Ceremonia e varrimit organizohet në përkujdesjen e kryetarit të komunës së Skënderajt, Fadil Nura. Të njëjtën Haxhi Thaçi u vizitua nga i biri Hashim Thaçi. Pas disa kërkesash drejtuar trupës së gjyqtarëve, edhe pse dihej që gjendja shëndetësore e Haxhi Thaçit ishte e rëndë. Pas tragjedisë me 60 viktima, Maqedonia e Veriut nisi inspektimin në të gjitha klubet dhe ambientet që organizojnë festa. Në pranga ka rënë disa persona, mes tyre zyrtar dhe ish zyrtar. Mjekët referojnë momentet e tmerrit. Rrëfejnë momentet e tmerrit. Prokuroria nis hetimet për korrupsion, vetëm 35 nga viktimat janë identifikuar. Numri viktimave ju shtua edhe vdekja e shoferit të ambulancës që punonte gjatë gjithë ditës për transportin e të plagosurve. Maqedonia e Veriut nis të martën inspektimin në të gjitha klubet, diskotekat apo restorantet që organizojnë festa pas tragjedisë së rëndë në Koçan. Në lidhje me rastin janë arrestuar disa persona, mes tyre dhe ish ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Ai është shoqëruar në pranga drejt gjykatës pasi u ndalua në lidhje me licencën që klubi i tragjedisë dyshohet se ka marrë me anë të korrupsionit. Ndërkohë mjekët kanë rrëfyer momentet kur mësuan për lajmin tragjik. Situata ishte aq e rënduar sa u desh ndihmë mjekësore edhe nga qytetet e tjera. Ajo që mjekët panë ishte e tmerrshme. Ata treguan se kishte shumë viktima, njerëz të djegur dhe lot nga prindërit. Shqetësime janë ngritur edhe mbi funksionimin e ndihmës së shpejtë, pasi personeli është i ngarkuar dhe punon me kapacitet shumë të vogël. Maqedonia e Veriut është në zi një ditë pas tragjedisë së rëndë që i mori jetën të paktën 60 personave dhe plagosi qindra të tjerë.
Shoferi një prej ambulancave që transportoi trupat e viktimave dhe të plagosurve gjatë natës ndroi jetë gjithashtu. Shkaku i vdekjes së tij është natyral pas një nate të gjatë tragjike. Autoritetet maqedonase premtuan hetim të shpejtë dhe të plot, duke thënë se po sigurohet dokumentacioni për diskotekën e djegur, si dhe për personat e dyshuar të lidhur me zjarrin. Deri më tani janë arrestuar djali pronarit të klubit dhe zyrtar qeveritar. Në mesin e të arrestuarve është edhe menaxheri i klubit të natës Puls. Autoritetet shtetërore kanë njoftuar se klubi i natës ku ndodhi ngjarja nuk kishte licencë për ushtrimin e aktivitetit. Jemi rikthyer në studio, do t'jemi në këto momente me kolegun Ermal Via, pasi Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen për vrasjen e Gentian Bejtës, ngjarje që ndodhi në Larush të Fushkrujës. Do të mësojmë detajet e kësaj dosje në këto momente. Ermal, të përshëndes. Tashmë do të ketë një gjykim për Ilir Beqaran, i cili është personi që akuzohet për ekzekutimin e Gentian Bejtës, apo jo? Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim një nga personat e dyshuar për vrasje me paramendim të kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje në lidhje me vrasjen e Gentian Bejtjas në mars të vitit të kaluar në Larush të Fushkrujës. Bëhet fjalë për Ilir Beqarajn. Për këtë të fundit Prokuroria e Kryeqytetit ka mbyllur hetimet tashmë dhe ka dorëzuar dosjen për gjykim. Nga ana tjetër, Beqaraj akuzohet për vrasje me paramendim të kryer në bashkëpunim në dëm të Gentian Bejtjas, si dhe armbajtje pa leje. Nga ana e Prokurisë së Kryeqytetit ka dyshime se Beqaraj jetë personi i cili ka ndihmuar atentatorët, personat të cilën kanë qelluar, pra nuk është ai atentatori, po një nga personat që ka bashkëpunuar për t'i larguar ata fillimisht nga vendngjarja. Për sa kohë në fakt hetimet e prokurorisë nuk kanë zbuluar ende se kush kanë qenë atentatorët, por është bërë i mundur vetëm dalimi i Ilir Beqarajt, ku sipas prokurorisë ky person ka ndihmuar atentatorët pas ekzekutimit të Gentian Bejtjas dhe më pas ata kanë djegur një automjet tip Range Rover në afërsitë të një fshati, në fshatin Hasan në Fushkruj, dhe nga kjo zonë sipas prokurorisë janë larguar nga Ilir Beqara me një tjetër automjet. Këto në fakt janë zbuluar nga kamerat e sigurisë në kohën kur janë zhvilluar edhe hetimit. Gjithashtu prokuroria thotë se Beqaraj evidentohet se të kenë mbajtur në vëzhgim Gentian Bejtjan para se të ndodhte atentati, duke i bërë kështu të mundur për cilën e informacionit atentatorëve, të cilët më pas e ekzekutuan dhe Gentian Bejtjan në mars të vitit të kaluar, në 15 mars të vitit 2024. Vetëm 5 apo 6 ditë pas ngjarjes së rëndë, policia bëri të mundur në bashkëpunim dhe me prokurorinë identifikimin e një prej bashkëpunëtorëve të atentatorëve, duke vënë në pranga Ilir Beqarajn, ku ky i fundit tashmë do të përballet me akuzat e vrasjes me paramendim të kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje. Mirë, Ermal, faleminderit për këtë raportim dhe këtë informacione që përsollaj sa i përket edhe kësaj dosje. Kuvendi i Shqipërisë ka mbyllur punimet e legjislaturës së fundit në mënyrë më të turpshme, pasi drejtuesi i dytë kryesor i opozitës ka ngritur gishtin e mesit ndaj shumicës së votuesve shqiptar. Flamur Noka është tallur me shifrën 5 të socialistëve në fletën e votimit, duke harruar se për atë sigël kanë votuar 4 vite më parë 800.000 vetë. Ofendimi u duke qëllimshëm pasi Noka refuzoi të ndalonte, edhe pse u tërhoq vëmendja disa herë nga kryetarja e kuvendit. Do të votojnë ju. Shorti i renditjes së partive në fletën e votimit mbërriti shpejt në kuvend, por në mënyrë të shëmtuar. Me nxitim, numri 2 i Partisë Demokratike, Flamur Noka, zuri foltoren e u tregoi gishtin e mesit, 800.000 qytetarëve, të cilët në 25 prill 2021 votuan Partinë Socialiste, duke e konfirmuar shumicë në këtë vend. Në 11 maj, ata mund të votojnë numrin 5, Partinë Socialiste, po për Flamur Nokën, ata meritojnë vetëm një gisht. Asaj pesës ja ulim një gisht neve. Ne shqiptarët e kemi zakon. Pesës i ulim një gisht. Ju të rejsh vëmendjen ulurin në vend, tani se s'është as për procedurë kjo, po ju shohin qytetarët, ju shohin fëmijët, ju shohin prindë. Nocrokun ju dhe gjitha votat për numrin 1. A ishte gaf apo e qëllimshme, Flamur Noka duket se ka paramenduar gjestin, e bëri disa herë, pavarësisht paralajmërimeve të kryetares së kuvendit.
Ju përgjigj ministri Taulan Balla se me 11 maj ndaj opozitës do të ketë 1 milion vota për Partinë Socialiste ose 1 milion gishta kundër Flamurnokës. Megjithatë në 11 maj do ta merrni fjalën e të rinjve përmes votës dhe prandaj qytetarët shqiptar në shumicë do të votojnë numrin 5 Partinë Socialiste të Shqipërisë në zgjedhjet e 11 majit. Nuk është era e parë që politikantë Partisë Demokratike guxojnë të thyejnë kufit e etikës dhe fyerjes, jo ndaj kundërshtarëve politik, por ndaj votuesve shqiptar. Ish kandidati për kryebashkiak të Tiranës, Belind Kylliçi, gishtat e mesit në sytë e qytetarëve, i shpalosi si postera rrugëve të kryeqytetit. Lajmi i mirë është se seanca e së hënës ishte edhe e fundit për këtë legjislaturë, përveç një rasti të jashtëzakonshëm, ku vendi do të mlidhet sërish pas 11 majit me deputet të rinj. Së paku deri atëherë, qytetarëve do të kursehen fyerjet nga ata që janë të zgjedhurit e tyre, por jo përgjatë. Flamurnoka është në listën e sigurt të Partisë Demokratike për Tiranën. Me shumë gjas, zoti Noka dhe gishtin e tij të mesit do ta shohim sërish dhe në kuvendin e ardhshëm. Shorti i numrave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për Partia Demokratike e Berishës i ka rezervuar numrin e pamundur 1, socialistëve që kërkojnë të qeverisin deri në 2030 nuk ka rënë numri 5, i majti Arlind Qori me numrin 2, ndjek në flet Demokratët, ndërsa populisti Lapaj me numrin 6, ndjek nga pas socialistët. Bashës, Shorti i ka rezervuar numrin 4 të mbetesit në klas. Për herë të parë që nga 2005, Partia e Lirmetës nuk do të figurojë më si emër në fletën e votimit. Kur në ndajnë më pak se një muaj nga nisja e fushatës elektorale, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hedhur Shortin për renditjen që subjektet politike do të kenë në fletën e votimit në 11 maj. I pari që tërhoqi letrën ishte përfaqësuesi i Partisë Demokratike, ku Googlat i rezervuan madhështorëve numrin që vështirë se do ta kapi në zgjedhje. Numri 1. Ironia e numrave, Lulzim Bashës i ruan pozitat e një ngelësi, koalicionit Euroatlantik i jep numrin 4. Për socialistët, Googlat kishin rezervuar numrin 5, sipas sondazheve mandatin e 4 e kanë shumë afër fitimit, ndërsa objektivi i partisë është Shqipëria 2030. Numrin 5 në fletën e votimit. Lëvizja Bashk, një parti e re e majt e drejtuar nga Arlind Qori, ndjek Partinë Demokratike, renditet e dyta në fletën e votimit, ndërsa një parti e re e djathtë populiste e drejtuar nga Adriatik Lapaj, ndjek Partinë Socialiste dhe mban numrin 6. Dikur Lëvizja Socialiste për Integrim dhe sot Partia e Lirisë, për herë të parë zhduket nga fleta e votimit që prej vitit 2005, kur mori pjesë për herë të parë në zgjedhje. Në këto zgjedhje, fleta e votimit e Tiranës do të jetë ajo që do të ketë më shumë emra dhe për masat më të mëdha. Në total 10 subjekte politike në garë dhe 427 emra për kandidat për deputet. Dashnor Sulaj e ka dhënë fund telenovelës së Partinë Demokratike dhe Adriatik Lapaj duke vendosur të mos jetë në asnjërin prej dy listave. Sulaj korrigjon shënjestrën dhe fajson direkt Sali Berishën për skem të tillë me Adriatik Lapaj që e quan vegël në duart e kreut Partisë Demokratike. Në ABC News, deputeti Elbasani tha se Partia Demokratike po vdes bashkë me Berishën. Ai bën thirrje shqiptarëve të mos votojnë asnjërin prej dy partive. Një dashuri dhe urrejtje me fund jo të lumtur. Deputeti Dashnor Sula refuzoi ofertën e fundit të Berishës për ta futur në listat e hapura të Elbasanit. Negociatat dështuan, ndaj Sula njofton se nuk do të kandidojë në asnjë listë për deputet. Partia Demokratike është e destinuar të vdes, tha deputeti demokrat në ABC News, pasi Berisha nuk do zë ndryshe. Ai që beson që të parti 1% i vetëm e kontrollon njëri tjetër o budalla politik. Po flasë, budalla politik flasë, ato që merren politik. Ndërsa qytetarët i lejohet të besojë apo të mendojnë gjithë gjërat. Ajo parti ka lindur dhe po vdes me Sali Berishën. Dhe pikë. Edhe kjo është fatkeqësia më e madhe asaj partie. Pavarësisht se nuk do të kandidojë për asnjë parti, Sula u bën thirrje votuesve të tij të mos çojnë asnjë vot për Berishën në 11 maj. Por edhe pse nuk ishte i qartë se ku do të shkojnë votat e tij nëse nuk do të shkojnë për Berishën, Sula tregoi se si do të votohet në 11 maj. Nga klasa e parë, kur ka filluar notat, deri në fakultet,
ku ka qenë notat, në kohën që kemi marrë në fakultetin, njësh ishte në rënd, nota më e rënd që mund të merre njësh. Po të pesat paktën shkaluse, që do të thotë, opozita Partia Demokratike me njësh do marri, me 11 maj. Ndërsa Rama, ai e pastroi tha, ikën burgu pastruan, ju jeni pa pastruar akoma. Problemin e keni ju tani. Sula thot se pasi la Berishën për Lapajn, kuptoi se kishte rënë në një tjetër kurth të doktorit. Në debatin e opozitës, koalicionin e Lapajt e ironizoi edhe kryesocialisti Edi Rama. Parti të re me gjithë kushuritë dhe me babain në kryet listës mund të bëjë çdo kush, por edhe të bërtasi jemi rinia dhe të shaj mbare mbrap njësoj si pleqëria. Doktorit i iku dashnori, tani i ngeli tenori. Spitali Memoriali Fier do të ketë autonomi të plot financiare, një sistem që synon të garantoj shërbime dhe standarde më të mira për pacientët dhe mjekët. Kryeministri Rama dorëzoi gjithashtu 6 spitaleve të tjera të vendit kartën e autonomisë menaxheriale, një hap i parë që do t'i çojë ato drejt vetë financimit total të burimeve dhe aseteve të tyre. Spitali Memoriali Fierit mori kartën e autonomisë financiare duke u bërë modeli i parë i menaxhimit modern të spitaleve në vend, nga vetë ekipi i tij. Ndërsa 6 spitale të tjera, materniteti Mbretëresha Geraldin, materniteti Koçogli Eugeni, spitali universitar i Traumës, spitali rajonal i Korçës, i Elbasanit dhe Gjirokastrës, morën kartën e autonomisë menaxheriale. Këto spitale ka një vit kohë për të u përgatitur dhe për të kaluar në hapin final të autonomisë, atë për të menaxhuar vetë dhe buxhetin në dispozicion. Sipas kryeministrit Edi Rama, ky sistem do të rrisë cilësinë e shërbimit ndaj pacientëve dhe përfitimet ndaj mjekëve. Është një kapërcim praktikisht nga një sistem i centralizuar, jo efektiv, shumë burokratik, në një sistem shumë të zhërvjellë dhe shumë modern. Përfituesit e parë janë pacientët, por sigurisht për mjekët dhe për infermierët dhe për gjithë personelin mbështetës është një mundësi që të vlerësohen sipas punës, sipas performancës, dikush mund marrë më shumë se sa tavani i kategorisë vetë, dikush mbetet te tavani i kategorisë vetë. 10 menaxherë turq kanë ardhur në Shqipëri për të udhëhequr spitalet tona drejt autonomisë financiare. Janë 10 menaxherë me një eksperiencë të rëndësishme në Turqi, ku transformimi i shëndetësisë është një nga pasqyrat më të jashtëzakonshme të gjithë transformimit në tërësi të Turqisë dhe ku sistemi shëndetësor nga një sistem tejet problematik dhe me shumë boshllëqe është kthyer në një shembull të ekselencës, jo vetëm në Turqi, por në shkallë evropiane. Numri i spitaleve që kanë marrë autonominë menaxheriale shkon në 11. Më herët u pajisën me këtë kartë qendra spitalore Nën Tereza, Spitali Durrësit, Vlorës, Shkodrës dhe Lezhës. Synimi i qeverisë është krijimi i 17 qendrave të ekselencës deri në vitin 2027. Ishte gjithçka përgatitur për Breaking News, unë ju kujtoj të klikoni në webin tonë abc.news.al për tjera zhvillime, gjithashtu na gjeni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Kassandra Pali vjen pas pak në Shqipëria Sot, qëndroni me ABC.